Këtu kemi një rojitje tjetër dhe këto janë kosheret tona, kurth që kemi vendosur. Bletët po hyjnë po dalin tek gjitha për të vendosur se ku do ndalojnë. Ka ndaluar një pjesë e madhe tek xheli që kemi vendosur më përpara. Një pjesë atje, edhe një rojitje ku kemi kapur ditët e kaluara. Praktikisht këtë vit kemi dështuar në menaxhimin e rojitjeve. Shumë rojitje nuk janë të mira për prodhimin e mjaltit. Gjithsesi, ne kemi shitur shumë bletë, kështu që shtesat janë përsëri të mirëpritura, duke qenë se ky është në fakt edhe parku jon i shtesave. Këtu kemi gjithmonë shtesa. Tani nga lëvizjet se kuptoj fatikisht se ky është parku jon i shtesave, këtu bëjmë vetëm shtesa dhe fekundimin e mamave. Praktikisht në një rang prej më shumë se 2 kilometër nuk kemi blet. Parku më i afërt është parku tjetër i Yni, pra shtëpisë që është diku 1 kilometër e pak. Kështu që këtë mbajmë si vendodhje për përmirësimin e gjenetikës së bletëve. Nga lëvizjet mund të na ketë rojitur 134 përsëri, duke qenë se atje shoh një rojitje të vogël. Sepse 134 ka rojitur para 2-3 ditësh dhe ka dhënë 132-shin. Edhe mund të jetë rojitje kjo më falni 85-a. Ndoshta edhe 130, po 130 si kemi ndrruar mamën, e kemi lënë me 2-3 çibuk, kështu që nuk besoj se mund të ketë rojitur. Pra mbetet opsion 85 dhe përsëri 134. Do t'i shoh. Këta janë bletë e reja. Të gjitha këto që shikoni këtu janë shndërruar në super blet.